nga rrugicat e Kairos e deri në Ballkan, nga Indonezia deri në Amerikë. Ka një zë që dëgjohet 5 herë në ditë. Është një melodi e veçantë, solemne, që duket sikur e ndal pa kohën, një thirrje që ka jehuar për më shumë se 1400 vjet. Por çfarë është në të vërtetë ky zë? Cili është mesazhi që përcjell dhe cila është historia pas këtyre fjalëve që thërrasin miliona njerëz çdo ditë? E pra, le t'i hyjmë kësaj teme dhe ta zhbulojmë së bashku. Ky zë njihet si ezane ose adhan në gjuhën arabe. Në kuptimin më të thjeshtë është një njoftim, një lajmërim publik. Vet fjala do thotë pikërisht këtë, por në të vërtetë është shumë më tepër se një njoftimore. Është një ftesë e thellë me një histori po aq të jashtëzakonshme sa vetë tingulli i saj. Edhe këtu historia bëhet vërtet interesante. Mund të duket e çuditshme, por ezani nuk ka qenë gjithmonë pjesë e Islamit. Origjina e tij nuk vjen nga ndonjë urdhër apo mbledhje, por nga diçka shumë më personale dhe, le të themi, mistike. Për ta kuptuar, duhet të kthehemi pak pas në kohë. Në Mekë, muslimanët e parë e praktikonin besimin e tyre në fshehtësi, por gjithçka ndryshoi kur emigruan në Medinë rreth vitit 622. Aty, ata ndërtuan xhaminë e parë dhe menjëherë u përballën me një problem fare praktik, si t'i lajmëronin të gjithë që kishte ardhur koha për t'u falur së bashku. Pra u hodhën disa ide në tryezën. Dikush propozoi këmbanat, por kjo ishte një praktike lidhur me të krishterët. Të tjerë sugjeruan borin që përdorej nga hebrejt ose ndezjen e një zjarri. Por profeti Muhammed kërkonte diçka unike, diçka që do të ishte një simbol i qartë i identitetit të ri të komunitetit musliman. Dhe zgjidhja nuk erdhi nga debatet dhe diskutimet. Ajo erdhi nga një vend krejt tjetër, erdhi nëpërmjet një ëndre. Kjo është ajo që e bën historinë e ezanit vërtet të veçantë. Dhe ja si ndodhi, një nga shokët e profetit, me emrin Abdullah ibn Zeid, pa në ëndër një njeri të veshur me të gjelbra. Ky njeri ia mësoi atij fjalë për fjalë thirrjen që ne njohim sot. Kur ai ia tregoi ëndrrën profetit, u zbulua diçka e mahniqme. Një tjetër shok i rëndësishëm, Omeri, kishte parë saktësisht të njëjtën ëndër. Imagjinoni pak, dy njerëz të ndryshëm me të njëjtën ëndër, fjalë për fjalë. Ky ishte një sinjal i qartë. Duke e pranuar këtë si një udhëzim hyjnor, profeti Muhammed zgjodhi njeriun e duhur për ta përcjellë këtë mesazh. Ai tha: "Mësojani fjalët Bilalit." Pse Bilalit? Sepse, siç tha ai ka zërin më të bukur dhe më kumbues. Bilali ishte një ish sklav nga Abisinia, dhe me zërin e tij të fuqishëm e melodioz, ai u bë muezin i parë në histori, duke vendosur kështu një standard për bukurinë vokale të kësaj thirrjeje. Mirë, e pam historinë që është vërtet e jashtëzakonshme. Po fjalët, çfarë kuptimi kanë ato në të vërtetë? Çfarë thuhet në këtë thirrje që jehon në mbar botën? Thirrja ka një strukturë shumë të qartë dhe kuptim plot. Fillon dhe mbaron me deklaratën më themelore dhe më të fuqishme: Allahu Ekber, Allahu është më i madhi. Më pas vjen thelbi i besimit islam, dy dëshmit, dëshmia se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Dhe menjëherë pas kësaj vjen ftesa direkte: ejani në namaz dhe ejani në shpëtim. Kjo lidhje është thelbësore. Namazi nuk shihet thjesht si një detyrë, por si rruga drejt shpëtimit, drejt suksesit të vërtet. Ka edhe një detaj të veçantë, vetëm për thirrjen e mëngjesit, në agim. Pas ftesës për shpëtim, muezini shton një frazë poetike: namazi është më i mirë se xhumi. Është një kujtesë e bukur dhe e butë për të zgjedhur atë që ushqen shpirtin mbi rehatin e trupit, pikërisht në fillim të ditës. Pra, të dëgjosh ezanin nuk është si të dëgjosh thjesht një zhurmë në sfond. Ka një mënyrë të caktuar reagimi, një lloj etike që e bën dëgjuesin pjesë aktive të këtij riti. Gjëja e parë dhe më themelorja është të bësh një pauzë. Kur fillon ezani, është shenjë respekti të ndalosh atë që po bën dhe të dëgjosh me vëmendje. Pastaj, një praktikë e bukur është të përsëritësh në heshtje fjalët pas muezinit. Dhe pasi thirrja të ketë mbaruar plotësisht, bëhen lutje të veçanta. E gjithë kjo e kthen dëgjimin e ezanit në një akt personal adhurimi. Këtu duhet të qartësojmë diçka që shpesh ngatërohet: dallimi mes ezanit dhe ikametit. Janë dy gjëra të ndryshme. Ezani është thirrja e parë, e zëshme, publike, që dëgjohet nga minarja dhe që lajmëron se koha e namazit ka hyrë. Ikameti, nga ana tjetër, është një thirrje e dytë, më e shpejtë dhe më e qetë, që bëhet brenda në xhami pak para se të fillojë namazi.
Ai është sinjali i fundit që u thot besimtarve, rreshtohuni, po fillojmë tani. Mirë, e pam historinë, fjalët, praktikën, por le të flasim pak për domethënien e tij më të gjerë. Përtej funksionit praktik, ezani është bërë një nga simbolet më të fuqishme të unitetit në botën islame. Vetëm mendoje për një moment. 5 herë çdo ditë, ky tingull rrethon globin pa ndërprerje, ndërsa toka rrotullohet, diku në botë gjithmonë është koha për ezan. Fillon në agim në lindjen e largët dhe vala e tij vazhdon deri në perëndim në Amerikë. Kjo krijon një zinxhir zanor të pandërprer, një jehon globale që lidh më shumë se 1 miliard njerëz në një ritual të përbashkët. Dhe kjo na lë me një pyetje për të menduar. A ka ndonjë tingull tjetër në botë, ndonjë simbol tjetër zanor që ka fuqinë të bashkojë komunitete kaq të mëdha dhe të ndryshme anë mban globi dhe për kaq shumë shekuj? Ezani qëndron si një dëshmi e fuqisë jashtëzakonshme të Zorit për të thirrur, për të bashkuar dhe për të frymëzuar.